Se me pakon mirë e morë domthonë 99% ishëm konë në luftë. Fillimisht domthonë kemi pas do armë ndryshme, do 48-qa, një martaj 150-she, domthonë me qato e kene bloku rrugër ato, domthonë për 3 muaj ditë. Domthonë në momenti që jam vitë nga të meja, më kanë shti kalashin qovë, më thonë mos lirit, jenë dalë shpejt për kjerë, më kanë lidhë. Edhe për ato i më kanë marrë, më kanë qënë sëpë, 3 ditë domthonë më kanë majtë sëpë, edhe unë atë ditë domthonë që të 3 ditë s'kom pranu kurgjë, po ata saksisht e dishin, domthonë periudhën, ka i kanë marrë të informacion, nuk e di. Ato më lidhen për lisi, do më dëshim më përshkatu. Mas më kanë lidhë për lisi, ka orë urë një pej supi, domthonë mëse vrani bine. Unë ka marrë pyetja i kandisi, unë kandisi komanderi stacionit policor në Trepçi. Domthonë kur hi ai, se komën e gjatë më patën paralizu, domthonë pe maltretim, domthonë një muj ditë s'ko mujt me lirit komën e gjatë. Kur mund domthonë të marrë me nerdhën 2 metra në konë në uniformë të larme. E që ata më kanë maltretu domthonë më kanë rrejë fizikishtu, edhe që atëherë domthonë më kanë edhe komën e kom pas për një muj ditë s'ko mujt me lirit. Po më ra me brëll në kukë këtu, edhe domthonë më këtë qëtë koma krejt. Me te shkurt dhe të 99-ën, kom dalë në gjyqë, më kanë denu 12 vjetë e gjysë. Maltretimet e mëdhaja që i kom pas, domthonë në atë periudhë, kohën edhe kur i patën zonë në shalë ushtartë. Domthonë e pandanarë më patën zirë jashtë, ne i keni në zonë ushtartë, domthonë. Kemi ndëgju në për dyrë poshtë burgut të mundesh me hi paramilitarët. Qelën e dyrë të him t'i prejnë tonë, kur familja së më ka vizitun në përborë. Në përbuzhe ka më konë. E kene Mavdiju në atë kohë i Mitrovicës. Ato e patën maltretu shumë, ato këm nejtë domthonë me hoxhën, një 2-3 net, ato e qunë në izolim, se zakonisht e kanë mojtë në izolim ato. Po është interesant se në qatë burg, domthonë CZ dhe Slobën e prënën, domthonë, që të njëtin ushqim që kishë pa ushqim që na, domthonë pe njëtit kazan, 71 vetë, 72, të funit që e në liru. Domthonë 27 mars 2002. Për ramin e komandonit e kom marrë vesh në burg Požarevcit. Ka qenë një i Shqipollit aty me komunës Mitrovicës, edhe ai më tregoj. Ai kom papërjetu shumë rënë. Kom falë 5 vaktet edhe i kom gjinua Ramazanin në mund regullisht. Unë jam Safet Ferizi nga Sajtërgu, komuna Mitrovicës. Ishë ushtari i Shqipërisë Së Kosovës edhe ishë burgosur politik. Po, frymëzimi domthonë fillimisht ka qenë edhe për babgjyshi, se kom pas ishtë burgosur politik, domthonë vitet 45-ta. Për babe e kështu, domthonë, po kryesori konë në prekazi, domthonë, marsin familja Sharin prekaz, kështu që ai që ka një vetin shqiptar, që ka pas pak gjak shqiptari, nuk ka mujt me lejnë shpe, kështu që në atë kohë domthonë dëgjova që fshatin Zabërgj në Shalë Bajgorës, si veç filloi organizimi i Shqipërisë Lirimtare të Kosovës. Kështu që me dëshirë, kam shku me vullnet, edhe me regjistru atë si ushtar, edhe të më gonë, dikun ka qenë qershori i vitit 98. Në atë periudhë kom qenë 18 vjeçar, jo që kom pas frikë, po më mëndës kom prit me shku. Në atë kohë, kështu që me shumë dëshirë. Po se i përket asaj, domthonë që thash pak gjak shqiptari, domthonë në realiteti është qaj. Se me pakon mirë e morë domthonë 99% ishëm konë në luftë. Domthonë, po djetë edhe sot tash kësoj periudhe, po domthonë me shumë dëshirë më shku edhe kemi vazhdu domthonë ushtrimet atje, Zabërgj, një javë ditë dhe ditë. Të një peja të ujtë kemi vazhdu në fshatin Trepçali, ku edhe kemi qitë pos blokun ato, rampën, e kemi pa bloku rrugën ato. Atë pjesë domthonë pjesë Shalës Bajgorës pej Trepçalive në altë, domthonë deri në zonën e Llapit atje, e kemi pas për 3 muaj në kontroll. Deri me 15 shtator 98-ën, kur është bo fanzive madhe atje që është këma bo. Atë në mas pari kemi dalë të Trepçalit në rampë, kemi qenë 5 persona, domthonë 5 ushtarë. Fillimisht domthonë kemi pas do armë ndryshme, do 48-qa, një martaj 150-she, domthonë me qato e kene bloku rrugër ato. Domthonë për 3 muaj ditë. Domthonë periudhën Zabërgj kur kom qenë në një javur edhe ditore, s'më kujtohet saksisht ato diku nuk on. Kem nejtë në shpit në Nimonit, ato di Zabërgj e fshatar. Erdhe urni domthonë për me shkuen në Shqipni për armatim. Domthonë me çdo kusht desha me shku. Po, se s'kisha armatim, unë më këmba lajmu, domthonë si ushtari më këmba shku, domthonë me një allti 6 më këmba shku.
Ato një shok jam i para luftës, në lufte Azem Haliti, thot, ti nuk bë me shku. Ti ki me orë me muë, sa e kun përgjec, dhe orë Shemse Ahmeti. Shemse Ahmeti, mirë, thash. Dhe orë si komandant i nësitit tonë. Ka qenë Azem Haliti përgjec. Thot, ti nuk bë me shku në Shqipni, po unë ta gjoj armen edhe ti rrin këtu me mu. Peja tuit, në mas një note, na shkuen të Trepçalit që e këna qitë trompën, pos blukun e këna batu, e këna qenë 5 vetë. Unë Azem Haliti, Haki Strefi, Fehmi Ibishi, që ta kemi qenë ato, e kemi bloku mas një periudhe në orë dhe një 20 ushtarë tjerë për forcime, Kadri Ajdori, Bahri Hyseni, Kadri Strefi, e shumë tjerë kanë qenë ato, e kemi mojtë për 3 mujde ka qenë në romë për ato. Ka posë, se u konë kazerë me ushtrisë Sërbis nga ato ofër Kudlovci, ato kanë posë një bazë ushtarake sërbë përpora, kanë tentu disa herë me hija, me granatime, me autoblinda, me hija, po nuk kanë mujtë, për 3 mujde s'kanë posë mundësi me hi në qatë periudhë. Peja tujtë kemi vazhdu, deri në ofanzivë kemi vazhdu, kër është bo ofanziva deri në barat e këna nejtë. Në barë e këna bujtë një natë, të një Nestrit, jenë kam pa hinë të naonë të dhe komisaria, jena kam pa ndonë në grupe, për arsye mos më na ndonë gjallë, kush ka mujtë drejtimet ndryshme, se në kam pa hi dhe pe lapi asoj pjesë të njena, shtu që me komandonë drishemen edhe 3 vetë tjerë, kemi ullëtu për Mitrovic me shkun vizit familje. Ajo periudë në konë se shpia ku e kom pas atje veç u kallë, edhe i kom pas familja të krejtë, po më të rësë kemi ditë tash saksisht për familje që ka ndodhë ku janë. Për afërsisht ku ma murë menja që kanë mujtë me shku, kom u thu në drejtim Zhabarit. është një fshatë ato në komunën e Mitrovicës, e kom një halë ato, e ma murë menja që kanë shku ato. Pej Bajgore kemi allëtu kom, deri Mitrovicë, Mimjet Mitrovicës kena bujtë në Shupkovës një natë, ato një natë Shupkovës kena bujtë me komandon të në shemin, nesit më njësë nga njësë për me hinë në qytetë Mitrovicës, për me dëpërtu në qytetë me dollë në Zhabara njëna. Në Mimjet Mitrovicës në tunel, është një tunel ato tunel i bajri thirët, ato në nërë, në këshim pa për cilë, edhe një ditë ma herë, veç në kanë sulmu me orën, pas fatmirësisht nuk na ka vetë rrugë plumët, edhe në hymi ato në nërë bashkë, isha vetë i dyti, shemi me të nara njena, se lashun e ta shqipari du me hija një me kalu e tunelin, në momenti që te kalej tunelin të ashune, do më të nisesh. Për në hymi e tunelit është dhe një urë. Bashkë në urë ato, do më atë personin që ish ato, aje nuk ka qenë ushtarë, po ish i fshatit ato Trepçali, ku kemi pas atë rompën pas blokun, në ndimëshin për rruje, për qësi, aje erdhë me mu, edhe momentin që tu shkuanin, ta më në hypë nërë, do më thonë aje, thëtë më su këthe për masë. Adin, ta shëzare vëqë më së mëronë sy shtu. Pa e kish po, do më thonë kërë në policisë të Sërbisë, do më thonë të arë për masë. Pa e të arë si në lërë gazë shtu. Do më në momentin që jam vitë nga të meje, më kanë shti kalashin, që më thonë mësë lirit, jenë dollë shpejt për kjerë, më kanë lidhë. Më kanë marë aty, do më thonë me ata shuk në lam që të nesit më këthy, ku i lam armatimin, uniformat, ato gjitha që i lam, do më thonë në fshatën Zasel, ku i thujmë ato, e kishë më këtujt nesër, ja dhash numri telefonit që shpi ku dhe isha me shkuon. Ata shok që jenë mitë, do më thonë për mas, kanë thirë në atë numër të nesrit. Po në atë numër të kur kanë thirë, kanë të rëgbu që Safeti është arrestu, nuk mundet me arë se kanë arrestu, edhe pe ato i më kanë marë, më kanë që më sëpë, 3 ditë do më kanë majtë sëpë, edhe unë atë ditë do më që të 3 ditë s'kom pranu kërgjë, po ata saksisht e dishin, do më periudën, ka i kanë marrë të formacion, nuk e di, po saksisht e dishin ka imi orë, ka kemi qenë dhe më në krejtë periudën, ta kalëzeshin saksisht 100% informacionet të kishin pasë. Po qëllimi, ato si më pasë gjitha gjasë, o ishë komë dhe te komandon të shemi për me arrestu, po fatmirësisht a i së kom pa arrestu, po të një mas më prillë kom pa vratë 99-ën. Pe ato i 3 ditë më kanë majtë dhe më në sëpë, në ditën e funit, më kanë quë për mi gjithë armatimin se në këshin pa po ata kujna lumë. Se në kanë pa në uniforma, po të një kërë më kanë arrestu pa uniformë.
tash më na çu bëgemi gjetë armatime dhe uniformat. Unë i kom qenë të ketë tjetër drejtim. Nuk desha mi qua ato. Edhe qua ketë tjetër drejtim, edhe ato më vledhen për lisi, do më dëshën më përshkatu. Mas si më kanë lidhë për lisi, ka orë urë në pej supi, do më mëse vrarë në bine. Edhe më kanë zgjidhë dhe më kanë qitë në autoblinë dhe më kanë qua petë në sopë. Pej supi do më kanë qua, ato më kanë lidhë në radiatorë dhe unë ka marrë pyetja i kandisi, unë kandisi komanderi stacionit policor në Trepçi. Do më në kërë hijaj, se komën e gjatë më patën paralizu, do më për maltretim, do më një mujtë s'ko mujtë me lirit komën e gjatë. A i ta pse po maltretu është tu kërë dimna saksisht kush je edhe ka ke qenë krejtë. Do më saksisht i di ke sanet ku ku më hungër buk, ku ju më nalë, në qëfar veni më nalë, gjithë shka dhe më honë informacionet i kishë pasë shumë sakta. A në kam përcilë, që shna kam përcilë, nuk e di. Që ato e kom pranu, tha shumë e jem qaj vetë. Mo kur njët asë në gjyqë, asë se kom më hu atë punë. Dhe Shqip falëshin perfekt, ta shë e nkonë shqiptara shkje nuk e di, dhe më së po, se ishë nkonë të supit ata, po e nkonë shqiptara sërbë nuk e disha, po Shqip falëshin perfekt. Më kanë marrë pyetje, do në Shqip, se sërbesht nuk më ditë, po atë ditë që kom qenë atë në salë, se fillimisht letreftimin ma lipen, kërë më arrestunë. Po në dokument shkive, po të kërë më shku, do më në lemru, në më shku në që këtë që më lemru, më pranu si ushtarë, do më në gjithë dokument sërbis e kom kallë. Nuk kesha dokument, do më në kërë shku më atë në sëbë, ka pas shumë shqiptarë të arrestu më atë, në atë salë, e në midë salë ka qenë si tavolinë e ping-pongut. Unë këtë letreftimet, dokumentet kanë pasë ata që kështin pa arrestu, po këtë më përgjësil shumë. Që atë personit që keme muhe që më arrestu me të, a i ka qeme që i fshatë ato që në kanë një muhe me boroj ato, dhe më për të më kanë maltretu shumë. A u konë ushtarë kush o kë, pse kë me ty, se për mu faktikisht sakte dishin, a vedin. Për të më kanë maltretu këgja shumë. Po s'kom pranu për të sen, që atë ditë është liru laj. Tash nuk e një që të zatet në rrugë, veç kështu më ka bo shëshni në rrugë që të, se nuk e një këtë person, së da si ditë është në Angli, a i djali, Nezi i Trepçalive, edhe pe atu i dohoni patën liru krejt, ata pasu në metë ata. Kërë i metë ma i fëmë, ata mu erë më marë, ta jo ato letë mëramin. Kërë mu erë mu të mëramin erë dhe 2 metra në konë në uniform të larme. E që ata më kanë maltetu dhe më kanë rejë fizikishtu, edhe që atëherë dëmonë më kanë edhe komën e kom pasë për një mujtë ditë, s'ko mujtë me lioritit. Po më ra me brëllë në kukë këtu, edhe dëmonë më këtë qëtë koma krejtë. Për një mujtë ditë, s'ko mujtë me vërzhake kom rejtë. Ashtë të pësat, edhe sot ka pak probleme, po nuk është që më nëjë problem më i madhë që kom pasë në atë kohë. Ata dy që më kanë marrë, dëmonë që më kanë maltetu, dëmonë nuk kam full korë. Korë nuk kam full, asë Shqip, asë sërbesht. Po ata supposat që marshin, dhe më thonë, edhe në qatë periudën, dhe më para ofanzives, non-stop kanë garantu në shpitan. Non-stop. Edhe tash ata që mërën pyjtje, dhe më thonë, thanë non-stop na këni sulmu për shpis tone, na jenë të lypë, dhe më thonë, këtë familjen të këna faru. Në halon nuk disha sa për familje, se shpinë e poshtë që u kallë. Unë në të mendimin tam, që dhe më thonë gjithë kush, se aty kemi pas dy kushërit ngatë që jenë vëra, Halim Ferizë dhe Enver Ferizë dhe moni kina pasë shumë tafër më ato, kushërit tonë, ata i patën vëra, edhe një mësafiri ty një ka qenë ato që kanë vëra, po edhe në mendojsha që i kanë vëra dhe familjen tema, për të nësone për që të arsye, në pej bajgore është djerga në një tërvis për me më interesu me disë saksisht që ka ndodhë. Të subë dhe më thanë që këtë familjen të këna faru, edhe ti e metë, po ty ka dal, këna me të likvidu. E qështu dhe më fillun maltetimet edhe regullisht dhe më deri që më shkuen në prokurori. Ato më thanë që e dim saksisht kërë kiri armatimin, thash, duhet me shku edhe me dzirë armatimin edhe uniformat që këni lonë ato. Se që atu kërë kina lonë uniformat, dhe unë një ditë për para, e na unë që këna hongër buk. E këna pas dukën zirë, këna hongër buk, edhe që atu të hongër buk ne kanë gjuhë, rafal, dhe më unë mi kryu kështu në lisës e konë malë ato, edhe e dishin saksisht, si territor, kështu ku ka mujtë me konë uniforma. Po ne pak javë dredhova, territorin që më smi gjetë armatimin, shkum tjetër drejt territor, kur po në ata që s'ka kur gjatë, thash i pas kanë morë shokët, nuk janë.
që tu i këmë lonë, po faktikisht nuk ish ashtu, se unë e disha sakt ku janë ato. Po, për që ata dhe deshtën më përshkatu ato. Edhe i thanë, se folqin me ato, në sëpë atje, thanë, nuk për dominacion, nuk jenë sen ato që jem të lypë në armatime uniformat ato, edhe unë lidhen për lisi, pa unë lidhen edhe kam përshkatojnë në kongë, që atë moment i ka thedha se gjithë shka ishin të koordinuar për i supi. Thotë, zgjedhën e bene, thotë se kemë hala punë me ta. Krejtë kanë qenë, sërbë. Kanë qenë sërbë, ato mas 3 ditë më patën që unë prokurori. Prokurori, ato ma caktun 12 para përgjim. Edhe, me 8 shkort të 99-ën, kom dalë në gjyqë, unë kanë denu 12 vjetë e gjysë. Ato në gjyqë, gjithë shka që shë pranohu, ato qaj jam, s'ka pas diçka ndryshim. Po akuzë, ato një akuzë ka qenë që s'kon në realitet, po faktikisht vetë ke kush, a shështu asështë. Sa ta që dojshin e përpilejshin vetë, po dikush kish pa thonë, bege, që unë e kom qenë gardian i burgut në mbare, edhe i kanë maltretu e të burgos një qki, edhe qëta shpionat e të bashat e qëti bege. Pa e s'ka qenë e vërtet, po që ato kom pas në akuzë, edhe si pjestarë, i Justisë Shqiptare të Kosovës, edhe faktikisht ata na qushin si terrorista, shtu që që e fara këtë akuzë o ka qenë e tynë ato. Me të thonë drejtën, ato absolut së më kalon për shtypje sa në e vunë. Se ishtë një sen, ishte realiteti që unë s'ku mendua si pështaj. Se limo, po të dënej 12 vjetë e gjysë. Absolut së më kalon për shtypje ja. I rim konë shumë, po nuk më lokë për shtypje kur gjofe, që ka theshin ose burg ose abeden, ose kemi të mojtë për jetë, ose kemi të dënu 12 vjetë, ose 20 vjetë, pavarësisht sa ato së më kalon për shtypje. Pse? Arsye është se s'kem shpesua, s'kem mendu që i dalëm për i burgu në herë kur. Gjollë, ja, abeden. Kështu që së më kalon për shtypje ato absolut. Po ato kom qëndru në Mitrovic. Mitrovic në rreth, burgu i rreth është ato. Kom qëndru 9 mujë, deri me 10 qershor 99-ën. Ato kem qëndru edhe kem hjek edhe për buke, për higjiene, për gjithë shka kem hjek ato. Ka qenë një burg shumë i shtirë. Ka pas maltretime, kem pas maltretime regullisht, maltretime të mëdha që i kem pas, në atë periudhë, kohën edhe kur i patën zonë në shalë ushtartë. Më patën nëzirë jashtë, ne i keni në zonë ushtartë, më patën maltretu shumë. Unë për mes tyne kom tu që diçka ka ndodhë, ishëm në Hamburg, s'dishëm që po ndodhë. Në kohën, kur i kanë arrestu, ata më patën maltretu shumë. Në qatë periudhë, si ishin kam pa frustru shumë, në të ngjarje, kështu që kem kalu ato një 9 muj ditë për një konë të mërshme, kështu që deri me 9 qershor në mbromje, 99-ën, kemi dëgju në mbromje, se ne njëshëm që i ka ronë ato, edhe gjyshin anena kulla në të nauntë, supin e paten bombarduhe, po para kësoj ngjarjes, se po mikun ka pak detojet, të ntunë më qunë në Dubrovë. Hajde ti dënumë tash, ty duhet me qunë në burg Dubrovës. Po në burg Dubrovës, unë nuk e këmë ditë, kish pas masakër të madhe atje. Se i kanë të bupi këtë burgjëv, kanë mujtë për me pas sa ma shumë që me masakru sa ma shumë shqiptarë. Në atë periudhë, 3 herë kanë tentu më transferu më në burg Dubrovës. Para se me masakru, ata në burg Dubrovës që kanë qenë, po fati jam që aty ka qenë në supi nga të burgut, kam bombardu në ato, bombardej ke supin, e okulla, nena, nuk guzeshtë ta me dalë për shkaqe të sigurisë të vetën, edhe pështovan për pak. Ta njerë të periulla, që hinive s'hinin ato, edhe me 9 qershor, në mbromje, kemi ndëgju në për dyrë poshtë burgut, të mënesh me hi paramilitartë, qëllën e dyrë të him t'i prejmë tonë. Po ushtria regull, insistoj ke që mos milon me hi. Me 10 qershor në mëngjes herët, na patën nga qitë në për autobusa, na maltretum në ato shumë. Dhe na shtenë në për autobusa, na zdishëm asë për na ku përshkujmë, asë ka për dojmë, asë për na qëjmë në përshkatu dikona. Se i ndëgjumë një natë për para, krizma dyre që deshin me hi mrena, me na maltretu e me na masakru faktikisht. Që shka ndodhë në Dubrovë. Na ngarkun në autobusa ato dhe na qunë në drejtim, nuk dishëm drejtim ka. Absolut, veç kene di që dikon
Pe i mëngjesit deri vumë mbrëmje kena udhëtu. Një 2-3 motor për afërsisht, se sot orë s'kena pas kur gjëvesh, për afërsisht, një 2-3 motor kena udhëtu. Ka pas civil, po ka pas ushtar, domthonë ka një ushtar të tjerë civilin, për shqiptar këtë, përgjithësi shqiptarin kom. S'kem pas përzim me sërb kur. Domthonë përgjithësi në kon shqiptar. Domthonë kena udhëtu 2-3 motor në ato, edhe mas 3-4 dite që kemi shku atje. Kur kemi shku atje, domthonë ditëm që më burg po s'di shumë sakt ku jem na. U koni fra mali ato, edhe mas 3-4 dite kena kuptu që jem në Pozharec. Në burgun e Pozharecit. Kemi kuptu domthonë përmes Kryqit Koq. Se Kryqi Koq tani kam pa intervenu edhe na dhan adresën ku jem. Ta kush ka domthonë mja çu familjes ose mja çu familjes, s'di shumë a kem gjalla ku mja çu çu mi çu adresë. Po mbas të adresës që na dhan e ditëm saktësisht që jem në burgun e Pozharecit. Ato domthonë atë natë kur jena shku, edhe të burgosin të kishim bacit, kishim bo kolon kështu, për me hinë në mes tyne edhe me bishtat fësisës domthonë në kanë rreja, në kanë maltetu. Deri jena hinë me anë ndhomë. Kanë vazhdu maltetin me sanej, po atë natë domthonë nuk pat, në ndejnë në mdhomë, ditë nesrit. Pra arsye se edhe vetë ishin lodha për të sjellë të rrese. Ka pas shumë shqiptarë domthonë që kanë çupe këtë burgje që kanë tubu pe Kosovë. Po atë natë ka pas shumë maltretime. Edhe domthonë edhe të burgosit, se siguria ato s'ke pas kur, se edhe të burgosit domthonë kishte dhënë privilegj dhe unë si me kon gardian ai. Vike bëjke çka dojke apo den. Na maltreteshin her pas here. Na flet në për tokë, në për doqebe ishteshëm ka pak duvar, se s'ke pas asgjysh flanas. Higjiena kon e tmerrshme. Ka pas domthonë që edhe kur më shku ato domthonë i pash që ka shumë të lagum. Nisha domthonë erën atë u kalp ke mishi, u krymshin në vartë. S'disha vëllat të thesh hasë zari pas kanë zonë në frant dikon. Pi ves njën ato të djellën burg Dubrovës, mëse në ra mu bashku dhe me tjerën, pi burgu Dubrovës, në ra mu bashku ato, domthonë krymshin e, blem kujtohet një rast shumë i ronë, se arrej kur, u konë Bedri Kukola, i komunës Dëqanit, a i konë domthonë i plagosën në gojë. Ato e paten qitë për dekun jashtë, edhe shumë tjerë domthonë paten marrë, po unë ku me ndu që gjithë ka vdeka njeri. Të mas një kohë të një prënën, kish pas nisë me marrë vetën aj. Po ka pas shumë domthonë plagosëve, shumë maltetime ato. Po ai Kogjeq, domthonë atë përdu se të naun të kam pas në kontrol vetë Serbia, beden, si me kom Pozharec, si Mitrovica në atë perivu dhe fjalla. O konë thuja njëjtë, se i përket sigurisë. Burgu i Pozharec me thonë pak u konë maj qelë, që ke mujtë me vrejtë, diçka ma shumë. Ma din jashtë, shtu ma, se nuk u konë shumë izolumë, se konë për këta dënumit, po s'kam pas faktikisht vend, ku me i qu, në kanë të bu në përshtasit burgjesh. Kur familja së më ka vizitu në përborë, në përburgje ka më konë. Për shkaqet sigurisë domthonë se në konë edhe ta s'kanë gudzu edhe, kam vizitu domthonë të afermit të hallat, gjem të halla dhe qështë migja njerë më ka hanë, po baba e nona këtu korreq. Domthonë s'kam pas siguri. Në burg Pozharec kemi qëndru dikon për afërsisht një 7-8 muaj, më zgabosh. Që atu dikon ka qenë. 7-8 muaj, gati një vjetë. Të një da paten transferu në burgun e Mitrovicës Sremit. Mas dhe ditët në asdi shumë saksisht ku jenë, se limu me marrë vesh diqka. Po s'ke pas qysh me marrë vesh, se problemi është që na veç Kosovë me thonë të këpëtshin, se limu me lypë diqka na informacion që apo ndodhë. E dim që diqka dhe mon tuk nga tërheqen neve veç ka fillu në ato e me hija, që ato supozoj shumë kështu adin mendin tonë, se saksisht s'kem ditë sen. Të i mas një kohë, këna pa morë vesh për mes dështypje Sërbisë si i lezeshëm ka pak. E ato më kujtohet rasti dhe më honë që i thash ku shku më burg Pozharecit, ka qenë edhe Hoxha e Kremavdiju, në atë kohë i Mitrovicës. Ato e paten maltetu shumë, ato këm najtë dhe më honë me Hoxhën, një 2-3 net, ato e qunë në izolim, se zakonisht e kanë mojtë në izolim ato. Ato paten qunë në izolim, dhe unë ku ka qenë më zgabosha dhe Albin Kurti, dhe unë qatë pjesë, paviloni, me izolu më konë.
E të më thonë për jatë ujtë në paten që unë neve në datën saksisht nuk e di ku në kanë transferu në Mitrovic Sremit. Ka posë gjallarë. Do nuk unë hoxha me grupë të vetin, jenë konë ja 5-6 vetin. Ta e angazhimi dhe qëllimi i gjithë njonit ato që ka qenë në mundu dështë ditë. Në s'keshëm që mi bisedu dhe mund me ato që për çka është në burg ato se e di shumë saksisht si angazhimin, si qëllimin për çka jem në burg. Ato na paten që do mund Mitrovic Sremit, vatëm najtë këgja gatë, deri në vitin 2002 mos gabosha, po, deri në vitin 2000 më falë. Deri në vitin 2000 kena najtë, do mund qatë periodë u konë kemi najtë gatë, kom najtë ato në burg, u konë najtë Asoni, Rasim Selmonaj, Mohamed Avdiaj, plot ka pas, do mund, shok kështu që kom najtë, kom kalu shumë mirë me ta, po do mund ka qenë edhe një periudhë shumë e rëndë. Periudha me rëndë ka qenë do mund një pjesë kur është bërë kryengritja. Kryengritja e burgosti Shkije. Në atë periudhë lypshin drejtat e veta, po ato drejtat kanë pas më të mira se na 10 herë, po faktikisht ata u qunë kryengritje, po zgabofsha dikon u konë 2 natës. Kemi qenë do mund fletën, kemi një krizmat. Në për dyrë të minumit të dyrë, thamë zërë, do më ndonë dhe në farë tradhtinë që shak këshim bo në Dobrovë, ku bisedum me këta që kanë qenë në Dobrovë, në burg Dobrovës, do më thonë që i kanë thonë hajde pëjqojmë për shkaqe sigurisë tjetër burgje, pëjqojmë, i kanë në borë resht, në borë të burgut, do një i kanë sulmu dhe i kanë vra. Mendum që është qasi tradhtie diçka serdën, në burgosnit i thynë dyrë të hinë në mena. Do më thonë, kategorikisht ishtë që edhe na mi bashkan gjitë aty në kryengritje, se pa juve nuk kem qa bojmë na. Na vdu një këtë kryengritje shumë, po na s'praneshëm, se dhe shumë është farë tradhtie si dolim për jashtë, na sulmojnë, na vrojnë, edhe thujnë kanë tentu me ikë, nuk deshtëm, na kështu do më përgjësi e marrëm si vendim, nuk për ju bashkan gjitëm tyne. Po fati është që ata dulen, do më kategorisht pranume dhe na hinëm në përdhoma, ata dulen poshtë edhe kallën, do më pavilonin ku ishëm na shqiptarët. U kallë paviloni, po tani kështë të maqëm atu, do kemi bojtë, se u mosh tim, e janë isë mu kallë, do në shumica e në dalë në për flakë, me qebet lakta në për kryje, të mënu me pështu, po do kemi bojtë edhe më shumë qa kështë, sa ta smyshin me dalë, një 3-4 e në këthy që ashtu, të i bojtë, të mënë u konë edhe me gjdo kosht në qetën jashtë, edhe këshim pa bo mi fabrikë, ka qenë ato një fabrike e burgu, do mënë e fejlë në Muzgabufsha, u konë e mi fabrike në hypë krejtë. Burgosnit, fabrikën e këshim pa minerat me bosat plinit. Do më honë nëse rastësisht që hini si e speciale ose diçka për me aktivizu. Ato do më honë erdhën do përfatësus qeverisë Sërbisë, bënën marrëveshje me ta, edhe ata një farforme na vjedhën neve për tyne, se i thanë po kemë që mi ditë për shqiptara, a janë tonë, a kanë nevojë për në ndihmë mjekësore ose diçka, po dëshëm nga do që me hini si e specialet e ta. Të një neve nga tërheqen ato edhe nga dërgu në burgun e Beogradit. Do mënë, është shumë interesant se që i paviloni, do mënë, kishë Muzgabufsha dhe Adem Dëmasi ishkon në atë burg, që atë pavilon. Do mënë shqiptarë, se u konë ma izolumi, do mënë në atë burgun e Mitrovic Sremit. Është interesant se ta më në hypë në autobus, që nga kanë ngarku në autobus me nga transferu në burgun e Dobrovës, burgun e Beogradit, në falë, edhe në momenti që nga hypë në nisë, në më beatu i taj u shemë, u rafshu krejt. Në më murë fënë adaj. Kështu që nga transferu në burgun e Beogradit, në CZ Beogradit, ato kemi qëndru këgjagat. Po të një rohë, dhe mund qeveria e Serbisë, Slobodan dhe Shvici që konë rohë, po është interesant se në qatë burg, dhe mund CZ dhe Sloban e prënën, dhe mund që të e lexojshëm se në qike kryqi kuq, ke për drejtat njeri në vërtetë u konë, në qishke shtypin, do mënë gjithë ditë neve ato. Lexojshëm, do mënë intervistën që e marshim për Slobë, do mënë burg, njëtin burg ishë dhaj, njëtin ushqim që kishë pangër si na, do mënë për njëtit kazan, do mënë e erdhë puna dhe ati që ato, po në im taku i herën me ta në koridor. E kishëm me gjuhë burlogun, do mënë, gjithë ditë të marshëm me randë, ne bëjshëm për me visë sa me dollë dhe i koridor pak. E mura burlogun, hajde këni me gjuhë burlog, thash po e mura dolla në koridor. Kur dolla në koridor,
Ajo to të ishin ngon të e qitë në shëtitje, kishë posë dur për mas. Po suzat e më thynë, këtë adim mësë me po, do më në po që sloba ke. Slobodan Milashevich, po. Do më u takova kështu, po shkurt se së më lanë me po, adim s'kishin që me po, që është atë. E atu kena nejtë, edhe ju konë burgishtirë, do më thonë, kena nejtë, këza një kodë për ju gotë. Do më thonë, për i burgut Beogradit, 2001 është bo një amnestion. Amnestioni jenë kom pa liru një pjesë e të burgos një pëllomës tonë. Jenë liru, do më thonë, një vetë para neve, që është bo një farë amnestioni, i fali, do më thonë, më neni 136, do më thonë, veprimtaria misore, ato e lirej, do më thonë, e fali, si lej amnestioni e bënën. Për nene 135 jeshëm na dënum për terrorizëm, dhe mon neve nuk na lirun. Na metëm ato, dhe mon neve nuk na rëka amnestion. Dhe mon një pjesë është liru për atuit, neve qas na rëka amnestion, të një na qunë Mitrovisremit apet. Dhe mon në tjetër paviljon, saj që kemi këmë për para, dhe mon veç u rafshuaj. Për në tjetër paviljon na qunë ato, kanë qenë kushtet pak diçka ma të mira. Dhe mund për udhës Qira Milashevich, po prapë se prapë një shkjejen ata së bond mirë kur, po pak diçka se vishën në kryqë që pak ma shpesh në ndërkombëtar, dhe mund na viziteke, pak diçka ma mirë në konë. Më këtu e thëdhe një rast, dhe mund kër nga bënën transferimin për i burgut Beogradit në Mitrovisremit. Mas një kohë, dhe mund që unëru edhe pushteti, unëru na u letësum pak do mundësi pak ma shumë do kushte, edhe kishëm ka 5 minuta 10 me dalë në koridorë, konë telefon me kartel, se me folë me të familjes. Më këtojt një rast, dhe më honë, kër i na dalë ato me Muhamet Avdia i Gramacelit, komune e Deçanit, një rëmun, më thotë, në gjithë dhumën, para se me ardhë jo, ja kom nisë mi prej gilinderat reshetkat e burgut. Do në din gjysë pak për të gjysë e më shku. Thot, po e kam edhe atë bonsekun që e prejnë dhe mon hekrin, thot, kam mundësi mi apru e nesër. Thot, se une në tjetër në dhumë, ku jem une për një dhe dy eci. Po na do kësi loj provokimi, po së raj i shkon rëmun. Edhe nesrit, i na dollë apet në telefon, edhe ma ka shu e qpejt atë bonsekun e konshtin në jakën edhe më himra në merë. Thash, s'po mu e marrë lidhe në telefon, ati i thash, ako mu si ma qelë dire me himra në mburg, edhe në dhumë, thot, po. E gardioni ma qelë edhe ina. Unë e kisha do më problemin e asoj që kisha do më për mi prej reshetkat. Edhe kur shkum do më në banja, e pom që kish pa prej dhe në gjystë. Po me margarin do më janë nesëm na fillum mi prej. Po për 2 dit, aj iku. Do më ka qenë dykun 2 natës kërë këna lidhë rafalat që kanë gju. Aj përna kalzot të renin krejt. Se dirshëm me në shetitje, sa i kishe po pastroja, sa i dhe në tregojke. Thot do më, se te kalesh zidin, është një liqej vugël, nëse hinë liqej edhe ka lë liqejnë pështuve, mund është me ikë. Dhe ne ka zikë edhe terenë në Aeromuni, edhe ja fillumë në Muhamet Avdia dhe i prej ato gilinderat, po dufke më ru edhe pe ato në dhumë, se ka posë për tjera vepra ato së komfort e sigurt edhe u shumë ka pak, po mas 2 ditë dhe në 2 nasi kemi një rafallat kër kanë gjuhë dhe gardian pe Karaullat që kanë pasë ato Kollaburgu, Aeromuni veç kish pa ikë. Tani për mes medjave e kuptum që ka ikë dhe më honë një rëmun, edhe ndonë në përkejt paviljonin e burgun ndonë kontrolun edhe i ponë që i kam prej edhe ato dhe më honë edhe në runë reshetkat nuk patë mësi. Po e bënë në farplani me Muhametin dhe më honë me ikë. Se tjetër mësi dhe më honë nuk shpeseshëm që më i dalëm. Ato kena nejtë dhe më honë dheri në 2002-ën. Dhe në 2002-ën 26 mars 2002. Po para 26 mars 2002 do kanë qenë ato në burg përfaqësues qeverisë Serbisë me do ndërkombëtar. Po e mi qyë mos o kush për krime luftë ose qësi, një javë ditë para se më liru, po na nuk e dishëm që për liru. Po ata do më honë veç na marrëshin pyetje, akta akuzat i këshin pas tonat, i këshërshin do më honë me ata ndërkombëtar, mos është i kush për krime luftë ose diçka. Do më mas një jave, do më hunë në 5 mëngjes. 5 mëngjes jenë arë, do më hunë, edhe jenë himrana, bën një sanet gati, tha se transfer keni. Ajo, tu bumë sanet, kur dullëm, do më hunë, na i bënëm sanet gati, a i kini bo sanet gati, po, hajde tash me hinë autobusa, po kur dullëm na të dera, të koridori, do më hunë i burgut, i pom zëzak,
Domthonë e pam që diçka nuk në rregull. Ishin konë domthonë të mikut në përcjellje, domthonë deri në Kosovë. E pam që diçka s'në rregull. Ka po shkojmë ta tani na treguan ta në burgjet Kosovës, transfer po i bojmë. Sa ata llogaritshim bëjë që alo Kosova është pjesë e Serbisë. Transfer, domthonë nuk të ishim me thonë me pranu që po i lirojmë, po transfer burgjet Kosovës. Thash me çfarë e mësh me mendoj kjo punë se në transfer burgjet Kosovës, na e dishim Kosova që veç që është liru. Edhe na transferuan domthonë na morën ato përcjellje të mikut deri në Merdare. Merdare domthonë bëhej pranë ndërzimi edhe morë fund domthonë deri në burgun e Dubrovës. Ato ka pas kogja shumë se ka pas për tjera vepra, ka pas prajnie për vrasje për ato. Dhe në burgun e Dubrovës domthonë me 26 marsin e orë domthonë një natë kena bujt ato në burg Dubrovës. Dhe na lirun pe këshërën domthonë kush është politikisht i lirun domthonë mos gabosh ngon 71 vjet, 72 të fundit që na lirun. Domthonë 27 mars 2002. Vjeti ka marrë 3 vjet e gjys, edhe 10 ditë. Domthonë pe 12 e gjys sa i kom pas 3 vjet e gjys i ka marrë 10 ditë. Çato kum shpesu pak, që mos me trajt hiç edhe i lisha krizna shumë nga që kish luftime. Domthonë çdo moment isha mos rasisht, a vetëm po ndodh. Po z largu kona ja. Mendoj për shkak se ka pas forca shumë toja, kanë pas armatim të madh, ka pas mundësi e mendoj, po fati domthonë dëshira ish. Edhe kur thonë shpresa, po ja. Për Romin e komandonte ku morë vesh në burg Požarevcit. Ka qenë një i Shqipolit aty me komunës Mitrovicës, edhe ai më tregoi. Ai kom pa përjetu shumë rënë, se domthonë këtë kohën e luftës 3 muaj ditë që më konë luftë, deri në Romin time në burg, më konë në Sitina. Kom kalu shumë mirë me ta, domthonë e kom marrë shumë rënë edhe shumë më padllim taj, se ka qenë me të vërtet një strategi luftës i madh, ka qenë burr i madh. Në burgun e Požarevcit domthonë e kom kuptuar. I besova se ka qenë shumë trim. Edhe i besova domthonë se më tregoi këtë saktësisht çka ka ndodhur, se dika e më ngjofti domthonë, tu kanë konë edhe një i Mitrovicës një Lutfi Voca domthonë, edhe ai konë ushtar. Edhe ai pak ka shumë dike diçka edhe çështë më treguan domthonë që është heroikisht. Që e pak ka shti domthonë me ardh poshtë, se domthonë të kisha ditë që saktësisht të familja ku si është dhirë kur pritet poshtë. Po dhe shemi domthonë ka pas shoqen domthonë atë nalt. Edhe ai domthonë nuk e di që tash çka kanë ndodhur as ku janë, edhe ai domthonë erdhi me mua poshtë për më interesu për familja dhe më kthye nesrit. Veç deshëm me marr informacion a janë vra, a janë ndikon apo apo kupton edhe domthonë më kthye apet nesrit. Po s'ka kismet ndodhi që ndodhi domthonë arrestime këni. Për herë të parë domthonë me familjen takuve, ishim takupe më dëgjuan përmes telefonit. Në burgun e Mitrovicës Sremit me Muhamet Avdijen, domthonë bleshëm telefona me cigare për të burgosni fshki. Domthonë ata kishin nevojë për dohan edhe bishën të telefona se ata ishin më të lirë. Edhe përmes dritarëve të burgut, ata që pastaj ishin në borën ato të burgosnit serb, bleshëm domthonë telefon me dohan. Na kishim cigare, se na qeshin me post atë paket kështu me dohan me gjona shqipore. Edhe bleshëm domthonë e kena pas një farë orari, mas numërimit që u bëjke në shtatë, mbrëmje edhe shumë telefonat. Domthonë gjatë ditës i më shefshëm. Edhe me çata telefona komuniku mas pari me familje. Kur i kom thirr familjen në shtëpi, domthonë nona nuk e ka besu, e ka lshu telefonin. Thash safeti jam telefonin se duke më fol ka dalë për mos më rani, se ishim dhoma ato dhe domthonë gardianët ishin për jashtë. Edhe i thash safeti jam edhe e ka lshu, tha le mos bëni ai gore kështu dhe më mshël telefonin. Domthonë s'më kemi besu. Që po flas telefon për thras. E kom thirr për çdo, tash thekë edhe zonën thekë tu pas ka ndryshuar thekë s'po ndja vëden. Edhe domthonë çatu kum bisedu me familjen, si tregova saktësisht që adin i kallzova do ngjarje më herët se s'besojshin. Çka ka ndodhur se në periudhën që im kon liri. Tani çatu bendën që jam unë. Edhe komunikoj shumë të nxezën. Po na i patën zonë telefonat, patën shtin vetë mi ato patën një 2 javë ditë. Për shkak telefonat që na nxanën, në kontroll kështu. Malla na nxanën telefonat, çun vetë mi një 2 javë ditë neta. Tani apetën pronë të këta tjerë të shqiptar burgosin që kanë qenë ato. Takimi fizik u konë domthonë 27 mars. Takimi fizik i kum në burg Merdare në kufi, kur kemi kalu kufinin, ishin dalë domthonë shqiptar të popullata
familjarë për gustin, se kanë dëgju që i përshkojnë mi marë, do më mi pruk nena. Prej drejtores të autobusit i kumë po babën, i kumë po vlonë, edhe i kumë cakat gjamër, që i kumë po në mënë qenë, veç babën mas i dole këne i mira. Do më ndej më burg Dubravës, na majtë e një natë ato, të një të nesit në alirë unë, ka një qëshvike me faks për Prishtinit, do më pas takuzës që kemi pas. Po mirë, shpija, do më këtë disë shka kënë rash me të hukë, kërë gjotë gjallës në apat metë, kemi najtë një banesë të në Mitrovici, për të banesë e shkatu, kënë do më ndej e marru më shpinë, të mas i marru më shpinë e liru më të dhe qështu. Problemu kënë shumë, se do më hënë, unë e Shamburg, ata jenë kënë dzera, edhe gjithmonë menën të unë që apo ndodhë, që apo bëhet, apo kënë kënë shumë shtirë. Po, të mas i lirua ke pak në letësim edhe për ta, edhe për mu faktikisht që u angazhum ka pak të përnu, tiku privatisht, qështu. Po, më të regëjke edhe boba, dhe më unë 99-ën, dhe më unë ke mujtë ta me shku ka dush, s'ka pas as një shko, se di vetë kuna kanë transferu dhe më burgun e Požarevcit, me dhe qërshur që të regova, ata e në i largu edhe vetë, s'me gra me thmi, këna po me autobusa të ecë. Edhe dishëm pak prafërsisht që jenë të rjekë. Po të rëgëm baba, thëtë, dhe më unë dilë shumë anena shtirë, s'ka pas kun një shkasë kënë që. Për një ditë, dhe më unë, për momentin, veç këtanë, nuk më ndelan e pëse, s'po longë këfori francezë. Ishtë ndalë dhe më unë në urë, adin pa paralemrime. Dhe kam bloku ato, e peja se ditë dhe ja kanë njësë të një më këthy edhe shkjetë. Mitrovica? Po lojë pak problem është. Problem është pak, se në politike, ndërkombëtare është politika ato pak ma shumë angazhume, është pak ma qetë që është me thonë, po s'o konë kur 2 Mitrovicës e ngonë. Unë tash edhe vetë shqiptarë përdojnë Mitrovica Jugut, Mitrovica Verit, unë edhe një farë formë edhe vetë shqiptarët e kam pranu. Se të pranu ata edhe për shqiptarët, unë edhe ata e në dakord, shtu që pak problem. Po, 2 Mitrovicës se mojnë menu në pak të 4-6 vjetë që i kam, se në konë kur. Unë i këmë falë dhe më dhe 5 voktet atje, po këmë pasë edhe vështërsi dhe për këtë punë. Do fë kemë uru shumë për ty nëse ke mujtë më maltretu shumë, në unë veç për qitë shkak. Po këmë falë 5 voktet edhe i këmë gjinua Ramazonin në më regullisht. Kërse këmë prishë edhe në atë periud, sa e mi këmë ati. Për kundra zë që s'kemi pasë ushqenë, dhe më ushqimi këmë katastrofë edhe do më është edhe një rast kur shkej shumë kuzhinë me hongër e ne preshin ka i cu bukë. Do më gjithë mund u dojke fillimi bukës, moja u dojke pak ma shumë. E bëjshëm si meran me marat të tonë, se do më ishë pak bukë ma shumë, se s'kesh bukë mjaftu shumë, do më konë shumë problem. Po me tonë drejtën në kështu këmë posë dëshirë, po edhe dëshirë e ma do më bërë, kërë mje ka qenë ato në dhomë Mitrovic, në Kosovë atje, në Mitrovic, do më thonë, o konë një Sezari Misini. Do më thonë, aje u shkonë haqji, u konë, dhe për mes tine e pa ta fillu ato, mi falë 5 vakte, do më thonë, në letët cigarës që jenë ato, i shkuj shumë doftë e këto, i pa ta mësu krejt ato, ja pa ta njësë me falë ato, do më thonë, falë tina, edhe ku më vazhdu, do më thonë, se këmë ndërprekur. Po, në menoj që nuk u harru, po menoj që ta se kam përjetu hes luftën. Kje pjesë, dhe më unë që e shojnë u që kënë, e shojnë, ishë për burgosnit, mendoj që këta se kam përjetu luftën hes. Se mi pa përjetu luftën në të thashë në fillim, dhe më unë me kemë vani vetën shqiptarë, dhe më unë ishin të pakte me qëtu mundësi që kena pas, ishë më angazhu tonë, edhe ishë konë situatë të nërsh. Po kjo, dhe më unë shumë e keq që kjo ka ndodhë kustë punit. Dhe më shohë shtari u që kësë, më shohë invalidi u që kësë, mja shohë vartë, kjo është të mërshme. Dhe që për qitë ven, për qitë tokë, dhe është plagosi, në vëraj, në sa gjaku dherë, dhe me posë zemër, me dalë me shohë të dikën, për menimin ta maj nuk është shqiptarë. Po e mendoj që ka rrima shumë, dhe më shërbime sekretet, Sërbisë, Rusisë, lidhë me shqiptarë shumë që besa dhe për interes, tash po bujnë gjithë shka, nuk është i interesu kuj as puna e shtetit, as puna e dheut, as puna e invalidit, as puna e veteranit, po si puna e interesit personal, ka rrimat noja ato që kanë shti pare shumë edhe besej që të është problemi. Po shpesej shumë që do të lirohen,
Po, fakti po të kallëzojmë vetë, domthon 60 me 200 dëshmitarë, domthon sa i përket slobës, edhe tyne shqiptarë o fjala. Po të kallëzojmë vetë. Të kallëzova domthon ma herët që ka rryma, interesi, pagesa personale që to e kanë destabilizuar dhe kanë prish shqiptarinë. Po për gjeneratat të reja, inshallah, vedisohen pak ma shumë, edhe inshallah e dojmë pak ma shumë këtë vend, këtë shtetë që është ndërtu me gjak. Inshallah ata lirohen sa të para që janë atje në Hagë. Inshallah në përgjithësi vedisohem edhe ecëm përpara si shtet i Republikës Kosovës.